Juli, thuaj ta hapim pak. Se kanë hapur. Telefonat me vibrim. Atëherë, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur sot në këtë takim të rëndësishëm për qytetarët e Qarkut Fier. Kam kënaqësinë dhe nderin të prezantoj sot dhe të moderoj forumin e të qytetarëve për sigurinë publike si përfaqësuese shoqërisë civile në Fier. Të nderuar pjesëmarrës, si fillim i uroj mirëseardhjen kryeministrit Rama, i cili na nderon sot. Ministri të Brendshëm, deputet, autor vendor të Qarkut Fier, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe për ata të cilët zhvillohet ky forum qytetarëve të Qarkut Fier. Ky forum qytetar është një risi e cili po mbahet nga Ministria e Brendshme dhe ka në fokus qytetarin. Ka në fokus bashkëpunimin e qytetarit me policinë e shtetit. Ka në fokus sigurinë dhe bashkëveprimin dhe sfidat që na dalin ne çdo ditë për sigurinë e qytetarëve tanë. Ky forum është i treti, por jo më pak nga rëndësia, ka filluar në Elbasan dhe në Dibër, dhe do të zhvillohet në 61 bashki të Shqipërisë. Kjo tregon dhe seriozitetin e Ministrisë së Brendshme, e cila do të shpërndajë këtë nisëm dhe do që të marrë një feedback nga qytetarët dhe nesër ata të jenë partner në mbështetjen e punës së tyre. Si fillim, do të doja që të ftoja drejtorin e policisë vendore Fier, zotin Albert Nushi, i cili do të prezantojë planin e masave të marra për implementimin e këtij aktiviteti. Faleminderit. Të nderuar qytetarë, i nderuar zoti kryeministër, i nderuar zoti ministër, i nderuar zoti prefekt, të nderuar kryetar të bashkive të Qarkut Fier, të nderuar deputet, së pari dëshiroj të them se si punonjës policie ndihem vërtet i privilegjuar të shërbej në një qark si Fieri, ku ndërthuren historia, tradita, qytetaria, kultura, dituria dhe puna. Motoja e punës tonë si policie shtetit është në zbatim të ligjit në shërbim të qytetarit. Kjo shprehje besoj se e përmbledh shumë qartë dhe sakt atë që duhet dhe duam të bëjmë. Besoj se e bën të qartë se për ne, ligji dhe qytetari janë të parën. Të nderuar qytetarë, kjo që po bëjmë sot nuk është një analizë pune dhe as duam të bëjmë parad të sukseseve që kemi arritur kohët e fundit. Kjo është një qasje ndryshe ndaj jush. Është një mundësi e mirë për ne, punonjësit e policisë, të kemi mundësinë të dialogojmë me ju, të shpjegojmë çfarë kemi bërë, çfarë do të bëjmë dhe si mendojmë ta bëjmë. Të dëgjojmë me kujdes të kuptojmë se sa i kemi përmbushur pritshmëritë tuaja. Si dhe të ndërgjegjësohemi për çfarë mund të bëjmë më mirë. Në këtë kontekst dua t'ju falenderoj të gjithë ju. Kaq shumë. Merrni pjesë në këtë forum. Qarku i Fierit është një nga qarqet me shtrirje të madhe, e cila kufizohet nga 2 lumenj dhe një bregdet
i konsiderueshëm. Konstatoj me kënaqësi se në këtë territor një përqindje e madhe e komunitetit është e punësuar si në bizneset e mëdha strategjike, po ashtu edhe në ato aktivitete private, artizanale, bujqësore e blegtorale. Kjo e ka bërë që situata ekonomike e këtij komuniteti të jetë një faktor i rëndësishëm për rritjen e sigurisë publike. Gjithsesi, Drejtoria Vendore e Policisë Fier ka pasur një ngarkesë të konsiderueshme ngjarjesh ndaj individëve dhe ndaj pronës. Për fat keq, disa prej këtyre kanë pasur dhe një përfundim tragjik. Nuk mund të mos e përmend humbjen e jetës së një qytetari të guximshëm. Por edhe rastin kur policia u detyrua të përdorë forcën ekstreme për të mbrojtur veten, por edhe qytetarët. Jemi të ndërgjegjshëm për situatën e veçantë në qytetin e Fierit, po dhe atë të Lushnjës, ku grupe apo interesa kriminale përplasen apo mund të përplasen me njëri tjetrin. Jemi të vetëdijshëm dhe do të punojmë me të gjithë forcat që autorët e veprave penale apo antarët e grupeve kriminale të përballen me drejtësinë. Ka disa fenomene që shqetësojnë sot policinë dhe komunitetin e qarku ton, pavarësisht se fuqia jonë zbuluese është rritur me 50% krahasuar të njëjtë periudhë të vitit kaluar. Një nga këto fenomene janë vidhjet në zonat rurale, për të cilat punojësit e policisë, duke bashkëpunuar me qeverisje vendore, por dhe me komunitetin, është e angazhuar për goditjen e këtij fenomeni dhe vënien para drejtësisë të autorëve. Në fokusin e punës tonë është siguria në shkolla dhe parandalimi i ngjarjeve në shkolla dhe përreth tyre. Veçanërisht për parandalimin e shpërndarjes së lëndë narkotike, ku dhe shqetësimi i prindërve është edhe më i madh. Për këtë ka informacione, por jo denoncime konkrete. Ne kemi identifikuar disa zona që frekuentohen nga përdoruesit e lëndëve narkotike, por për këtë kërkojmë edhe bashkëpunimin e komunitetit për të denoncuar dhe parandaluar këtë fenomen. Jemi të ndërgjegjshëm që siguria rrugore akoma nuk është në parametrat e duhur, por duke parashikuar implementimin e strukturës së re, një vëmendje të shtuar do të jepet planizimit të shërbimeve dhe monitorimit të akseve kryesore rrugore. Në qytete, novelitet disiplinimi i mësorëve për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor dhe i drejtuesve të mjeteve për parkimet e gabuara. Shqetësuese paraqiten konfliktet për pronën, të cilat përgjithsisht gjenerojnë vepra penale kundër personit. Për këtë, do të kërkonim përveç bashkëpunimit me komunitetin edhe angazhimin e institucioneve të tjera shtetërore. Vërejmë se konstatohet një trend rritës i denoncimeve për dhunën në familje. Nëse nga njëra anë, kjo tregon një rritje të ndërgjegjësimit të viktimave të dhunës dhe një rritje të besimit ndaj policisë, mendojmë se është koha për të intensifikuar akoma më shumë duke bashkëpunuar për të gjithë për të luftuar këtë fenomen të shëmtuar. Të nderuar qytetarë, besoj se jeni njohur deri diku me periodet e kryesore të policisë së shtetit. Njëra nga këto është policimi në komunitet si një filozofi e re, për të krijuar një marrëdhënie të re mes policisë dhe qytetarëve dhe një kontroll më të mirë të territorit. Në këtë kuadër, Drejtoria Vendore e Policisë Fier është duke bashkëpunuar me shoqërinë civile për një komunitet të sigurt. Nga analizat na rezultoi se organizimi dhe shpërndarja e shërbimeve policore kishte nevojë për përmirësim të efikasitetit. Gjithashtu, shumë problematika të adresuara nga qytetarët tek policia kërkojnë angazhimin dhe bashkëpunimin, edhe nga aktorë dhe faktorë të tjerë si bashkitë dhe prefektura. Të nderuar partner vendor, publik dhe privat, zbulimi dhe ndjekja e verave penale është agri jon funksional, ndërsa parandalimi tyre besoj se është një detyrë për të gjithë ne. Ne mund të arrisim akoma më tej nivelin e bashkëpunimit që të parandojmë këto sfida për të ardhmen. Organizimi i ri i policisë shtetit me zona të reja policore. Besoj do të ndihmojë akoma më tej në këtë drejtim. Me bashkëpunimin e qeverisë vendore do të ngrihen zyrat e policimit komunitet, ndërsa vënia e disa shërbimeve si patrulla e përgjithshme, policia kriminale dhe policia i komunitetit në të njëjtën zonë do të garantojë edhe një trajtim më të mirë dhe efikas të problemeve
dhe një përgjigje më të shpejtë ndaj ngjarjeve të mundshme. Ne si polici vendore jemi të përkushtuar të bëjmë gjithçka për të garantuar qytetarëve në qarkun ton rend dhe sigurinë që meritojnë. Qytetarët e gjitha moshave, që nga fëmijët që shkojnë në shkollë deri te pensionistët që dalin në shëtitje, të ndihen të qetë dhe të sigurt. Biznesi të ndihet i sigurt. 1% e vogël individësh me prirje kriminale nuk mund dhe nuk do të lejohen të prishin sigurinë dhe normalitetin e jetës në këtë qark. Kemi shumë sfida përpara, të cilat mund të kapërcen vetëm nëse do kemi mbështetjen tuaj. Zyra ime si drejtor është zyra juaj. Komisariatet e policisë janë komisariatet tuaja. Janë për ju 24 orë në 24. Unë ju falenderoj. Dhe ne ju falenderojmë për bashkëpunimin e deritanishëm. Atëherë kam nderin, meqense këtë aktivitet ka në qendër qytetarin, dua që fjalën e parë mbas t'ia jap një qytetari të nderuar të Bashkisë Fier, Zoti Dimitër Gjini, i cili ka dhënë kontributin e vet në fushën e naftës, por sot është një pensionist i nderuar dhe ta përfshim në një përshëndetje. Faleminderit të gjithëve, qytetarëve të Fierit, për vlerat e mëdha që kemi ne në qytetin tonë. Qyteti jonë në përgjithësi ka qenë i qetë, bashkëpunues, veprus për të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në qytetin e Fierit. Ne duhet zotojmë të gjithë si qytetarë, si banorë të Fierit, me këto vlera të larta arsimore, kulturore që kemi, të jemi gjithmonë bashkëpunues për këtë nisëm të re që merr policia e shtetit, në mënyrë që qyteti jonë për nivelin ekonomik që e ka më të lartë nga të tjerët, por dhe për ato ndodhi të vogla që kanë ndodhur të mos përsëriten më, dhe ne të jemi ballë lart para gjithë qytetet të Shqipërisë. U falenderit. Faleminderit Zoti Dimitër. Atëherë siç e thash dhe në fillim, ky forum ka në qendër qytetarin, është një risi, është diçka e veçantë që ndodh, por fjala ngelet gjithmonë qytetarit. Ai duhet të jetë aty afër policisë, ai duhet të jetë aty afër një problemi në shkollë, ai duhet të jetë aty për të parandaluar dhe për të informuar organet e rendit publik. Për këtë arsye dhe kjo pjesëmarrje e gjerë sot me grup mosha të ndryshme, me profesione dhe aktor dhe faktor të ndryshëm lokal, na sjell përpara qytetarin, përpara organeve llogaridhënëse, si ministrin, drejtorinë e policisë dhe të gjithë aktorët lokal, të cilët bashkëpunojnë për rendin dhe sigurinë publike, të pronës, të sigurisë së jetës dhe për çdo gjë. Prandaj, fjala tani i kalon qytetarëve. Okej. Doaj që pyetjet të jenë të drejtuara për kontekstin e ardhur sot. Përshëndetje të gjithëve, jam Lindita Hoxha, koordinatore forumit qytetar. Pyetja që do të bëja ishte, pas këtij forumi qytetar, cilat janë hapa që do të ndiqni, apo do ta lini punën vetëm me kaq? Ju faleminderit. Do marrim një blok pyetjesh, do ju lutesha personat të cilët duan të japin sugjerime, ju ftoj të jepni sugjerime dhe pyetje. Dhe Okej. Personat të cilët duan Dua të përcjell shqetësimin e komunitetit të njësisë administrative Bubullin, lidhur me vjedhjen e bagëtive gjatë këtyre 3 javëve të fundit, e cila është bërë shumë shqetësuese. Komuniteti e ka afruar gjithë kohën
mbështetjen për policinë dhe është bashkëpunues. Gjithë këto 3 javë, grupe të rinj të organizuara edhe të njoftuara pranë policisë janë vënë në gatishmëri në të gjithë rrugët e fshatit për të bllokuar elementet të cilët cënojnë pronën e fermerëve. Do të doja dija nga strukturat e policisë si do ta modelojnë bashkëpunimin e tyre me komunitetin në njësinë Bubojin. Faleminderit. Faleminderit. Pyetje tjetër? Përshëndetje, jam Minella Muçi. Falenderoj policin e cila më shpëtoi jetën para 2 javë që më erdhi në një kohë shumë të shpejtë dhe unë sot jetoj nga policia. Faleminderit. Faleminderit, zotë Minella. Ka Goca. Okej. Tere, përshëndetje. Prezantoheni ju lutem. Po, përshëndetje. Unë quhem Kretana Reveli dhe vi nga Shkolla Perikli Ekonomi. Tere, siç e dim, shumë problematika derivon në polici, por në fakt janë çështje të cilat nuk lidhen me rendin publik. Pyetja ime ishte, është menduar ndoshta ndonjë plan veprimi i përbashkët për për policimin, institucionet e tjera si shëndetësia apo inspektoriatet? Okay. Atëherë, veprojmë, japim përgjigje 3 pyetjeve të para dhe më pas presim pyetjet e tjera. Po. Pari dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve për prezencën këtu. Dëshiroj t'ju falenderoj për mbështetjen që i keni dhënë strukturave të policisë vendore këtu në qarkun e Fierit. Të vlerësoj bashkëpunimin shumë të mirë që strukturat vendore të policisë kanë me organet e qeverisjes vendore, me shoqërinë civile, me komunitetet fetare këtu, dhe një sër aktorësh tjerë të rëndësishëm. Pa bashkëpunimin e cilëve, ne nuk mund të flasim sot për rend, qetësi dhe siguri. Kjo çka po bëjmë nuk është as më shumë dhe as më pak nevoja që policia të jetë më mirë, jo thjesht dhe vetëm në një mbulim më të mirë të territorit, por në radhë parë në një marrëdhënie më të mirë me qytetarët. Për të shërbyer më mirë interesave që kanë komunitetet, për të shërbyer më mirë interesit të çdo qytetari, edhe në qarkun e Fierit, për një jetë më të qetë dhe më të sigurt. Për një pyetje me shumë drejt, kam përshtypjen zonja duhet të jetë e shoqërisë civile. Dhe unë duhet të them që ky nuk është një show. Ky është një takim pune. Një raport i ri që ne, qeveria dhe strukturat, organet ligjzbatuese duan të ndërtojnë me qytetarët në funksion të shërbimit ndaj tyre, në funksion të një marrëdhënie të re me ta. Dhe konkretisht, më specifikisht, për çështjet e rendit dhe sigurisë publike. Por ky është vetëm hapi i parë. Hapi i parë ku organet e qeverisjes, organet e ligjzbatuese, organet e policisë vendore të policisë shtetit janë sot për të bërë transparencën e punës tyre dhe për të dhënë llogari para qytetarëve. Një proces i cili do të vazhdojë jo vetëm në qarqet e tjera, jo vetëm në nivel qarku, por do të shtrihet në çdo bashki dhe në çdo njësi administrative. Pse duam ta bëjmë ne këtë? Sepse policia mbahet nga taksat e qytetarëve dhe është në funksion dhe në shërbim të qytetarëve në respekt ligjit. Do të thotë që ajo duhet të jetë transparente. Duhet të japi llogari për atë se çfarë bën në ushtrimin e detyrës saj për të shërbyer qytetarëve. Po llogarinë e parë nuk duhet t'ia japi drejtorit, nuk duhet t'ia japi ministrit,
por duhet ja japi qytetarëve, cilve ju shërben. Unë besoj fort që drejtori i policisë këtu dhe të gjithë drejtuesit e vendor të policisë nesër do të jenë ndryshe. Pse do të jenë ndryshe? Sepse sot ka ndalë para jush. Jam i bindur që shumica këtu nuk e njihnin deri dje kush ishte drejtori i policisë, por sot e njohin dhe fizikisht. Sot njohin dhe përgjegjësinë që ka ai për të shërbyer. Nga ana tjetër, ai nesër do duhet mendoj shumë më mirë për këtë marrëdhënie, për të shërbim që ai dhe staf ekipi i tij duhet të vendosin në funksion të qytetarëve. Pra, ky proces llogaridhënie është më shumë përgjegjësi për drejtorin vendor dhe ekipin e tij, për drejtorinë e përgjithshme të policisë, për ministrinë gjithashtu në shërbimin që bëjnë në funksion të rendit dhe të qetësisë publike. Përveç saj, ne do të vazhdojmë me ristrukturimin e policisë në territor. Çfarë duam të bëjmë ne me këtë strukturim të ri të policisë në territor? Duam që dhe tashmë është bërë fakt një riorganizim të ri të strukturave policore mbi bazën e zonave policore. Fieri dhe të gjitha bashkitë do të ndahen në disa zona policore. Në zona policore ku janë njëkohësisht edhe oficer i policisë kriminale, pra ai që merret me krimin aty në territor, edhe patrulla që patrullon për rendin dhe qetësinë në çdo lagje dhe në çdo pjesë të territorit, edhe veçanërisht oficerët e policisë në komunitet. Pse them veçanërisht oficerët e policisë në komunitet? Sepse është momenti që ta forcojmë rolin e tyre. Punojësit e policisë që shërbejnë në lagje të caktuara, në fshatra të caktuara, në mënyrë që qytetarët kudo që janë, në mahallën e tyre, në lagjen e tyre, në fshatin e tyre të dinë se cili është polici që i shërben atij komuniteti. Dhe nga ana tjetër, ky punonjës policie të njohë shumë mirë banorët e komunitetit që i shërben. Dhe duke pasur në një zonë policore, edhe oficerin e policisë kriminale, edhe atë oficerin e policimit në komunitet, duke pasur gjithashtu edhe patrullën e përgjithshme, ne arrim të bëjmë një mbulim të gjithë problematikës që ka territori, qoftë nga pikpamja e fenomeneve të palishmërisë që shfaqen në territor, qoftë nga problematikat që kanë vetë qytetarët. Dhe ky është një shërbim që shkon afër qytetarit dhe nga pikpamja fizike. Nëse sot duhet ngrihet dikush nga një anë e Fierit për shkuar në komisariat apo në drejtori, nesër do të shkoj tek zyra e shërbimit policor në zonën policore në pikën më të afërt të tij. Krahas kësaj, ne do duam që të ndërtojmë dhe një proces vlerësimi të komunitetit për oficerët e policisë që shërbejnë në territorin e caktuar. Në mënyrë që kushdo që dëshiron të bëj karrierë në polici, duhet të marri vlerësimin e qytetarëve që ju ka shërbyer. Jo kjo dhe vetëm sipas preferencës së organeve drejtuese të policisë, por duke u mbështetur fort në vlerësimin e komunitetit përkatës. E gjithë kjo marrëdhënie synon që policia të jetë shumë më mirë prezente në territor, synon që të ketë një marrëdhënie të drejtpërdrejtë ndërmjet policisë dhe qytetarit. Por ky është vetëm hapi i parë i këtij procesi. Dhe me qenë se mora fjalën, dua të them edhe një gjë tjetër. Që është gjithashtu një lloj llogaridhënie imja, ekipit tim si ministër, drejtorit përgjithshëm dhe ekipit të tij gjithashtu. Për qeverinë ka qenë dhe mbetet prioritet lufta kundër krimit të organizuar. Qeveria ka miratuar vitin e kaluar një plan masash të detajuar për luftën kundër krimit të organizuar, duke mbështetur një operacion të gjerë të quajtur operacioni Forca e Ligjit, që synon të godasi fort grupet e strukturuara kriminale që janë në territor. Por jo vetëm kaq. Jo vetëm dëshkimin penal të tyre, por dhe goditjen e pasurive për pasurit kriminale
që këto grupe kanë vendosur. Pra nga njëra anë ndëshkimi penal i tyre dhe nga ana tjetër heqja e bazës ekonomike që i mban gjallë ato. Ne jemi të vendosur për ta bërë këtë luftë pa kompromis ndaj grupeve kriminale. Deri sot që po flasim, në shkallë vendi, ne kemi goditur 7 grupe të tilla kriminale, si dhe një pjesë të konsiderueshme, për një pjesë të konsiderueshme të tyre, kemi filluar hetimin pasuror të grupeve kriminale. Ky është një problem që nuk është vetëm në disa pjesë të territorit sigurisht, por në Fier, në Lushnjë gjithashtu, ka disa probleme të saj natyre. Ka disa element, ka disa individ, por dhe grupe kriminale, të cilit kanë guxuar të përballen jo në pak raste edhe me policinë. Dhe ne konsiderojmë, jemi të angazhuar fort, së bashku me prokurorin, në një proces hetimi ndaj këtyre grupeve kriminale, kemi goditur disa prej tyre, dhe ju shumë shpejt do të shihni rezultate konkrete edhe në Fier, edhe në Lushnjë, ku ka pasur dhe ka dukuri të kësaj natyre. Nga ana tjetër, dëshiroj të theksoj që ne jemi të angazhuar fort edhe në një betejë pa kompromis me fenomenin e kanabis. Vitin e kaluar, të gjithë së bashku, Policia e Shtetit, organet e qeverisjes vendore, në bashkëpunim edhe me qytetarët e qarkut këtu në Fier, ne arritëm një sukses të konsiderueshëm duke e ndërprer këtë fenomen, duke e hequr përfundimisht vendin nga harta e vendeve që kultivojnë kanabisin. Ne jemi të vendosur që edhe gjatë këtij viti, ky fenomen të mos përsëritet më. Por për këtë, kërkojmë edhe mbështetjen tuaj, kërkojmë edhe mirëkuptimin tuaj. Unë e di që në disa raste nuk është lehtë, në disa raste ka pasur dhe ndonjë tension të vogël, me kontrollet të ushtruara nga policia në sera, në objekte të ndryshme, por duhet të na mirëkuptoni. Kjo mund të jetë pak e bezdishme për disa, por është një gjë shumë e madhe, një gjë shumë e rëndësishme për të gjithë qytetarët, për gjithë vendin. Unë dëshiroj t'ju them që në këtë proces ne jemi fort të angazhuar. Kryeministri, qeveria ka caktuar prioritetet të rëndësishme për luftën kundër krimit në përgjithësi dhe krimit të organizuar në veçantë. Por ne nuk mund t'i përballojmë të vetëm këto sfida të rëndësishme. Nuk mund t'i përballojmë të vetëm pa bashkëpunimin me të gjitha organet e qeverisjes vendore, pa bashkëpunimin me komunitetet fetare, pa bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile, por në mënyrë të veçantë pa mbështetjen e çdo qytetari këtu në qarkun e Fierit. E kemi pak të vështirë ne, ku na duhet të sinjalizojmë policinë. Është e vërtet shqetësimi që u ngrit tu për bubullimën. Ka pasur shqetësimi sa natyre edhe në disa zona të tjera. Disa persona janë arrestuar ditët e fundit për atë fenomen. Para 2 javësh, më thot drejtori. Është një proces që po vazhdon nga organet e policisë vendore. Por ama duhet themi dhe tjetër, që në jo pak raste, qytetarët kanë pasur përgjigjen, po shtu themi ne, kjo është detyra juaj. Është e vërtet që është detyra e policisë. Ne nuk mund vendosim policë në çdo rrugë. Dhe nuk duhet ta pretendojmë që të vendosim policë në çdo cep pallati. Dhe nuk duhet ta kemi të vështirë që ashtu siç ndodh në çdo vend demokratik, çdo njeri të telefonoj, të njoftoj dhe të japi informacion policisë në mënyrë që ajo ta bëjë punën sa më mirë. Pa këtë bashkëpunim, pa këtë marrëdhënie, policia nuk mund ta bëjë ashtu siç duhet detyrën e saj për një kontroll më të mirë të territorit dhe për një goditje të fortë ndaj çdo grupi kriminal dhe ndaj çdo palishmërie që ndodh në territor. Unë besoj që ky forum, ky dialog që po hapim së bashku, do të jetë një moment reflektimi, përgjegjësie për ne,
por reflektimi për gjithë, për të pasur një marrëdhënie të re dhe një bashkëpunim të ri ndërmjet policisë dhe qytetarëve edhe këtu në qarkun e Fierit. Të njerë, falenderit. Atëre, në vazhdim të shqetësimit të vërtet, e përmendi edhe zoti ministër, por vërtet doja të shprehja kënaqësinë e një bashkëpunimi vërtet i cili na shton shumë fish detyrimin nga i gjithë komuniteti i cili ka patur këto probleme në mbullim, por në fakt ky lloj bashkëpunimi në qarkun e Fierit nuk na ka munguar në asnjë anë të këtij qarku. Unë mund të them që shumë prej atyre rezultateve për të cilat ne duhet mburrim me profesionalizmin e treguar, unë ja atribuoj bashkëpunimit me këtë komunitet, me përgjegjësinë e madhe që na kanë bërë të ndjejmë duke parë impenjimin e shoqërisë. Faleminderit. Pyetjet tuaja dhe sugjerimet do të jenë një shtys më e madhe. Kështu që presim dhe mirëpresim pyetjet nga qytetarët. Po, ishte një. Përshëndetje. Jam nga shoqata e transportit të udhëtarëve. Problemi jonë është i formaliteti në transportin publik. Kemi patur një bashkëpunim të mirë nga ana e policisë rrugore, po fenomeni qëndron prapë. Mendimi jonë është si biznes që të bashkëpunojnë policia rrugore, hetimi tatimor, policia bashkiake, që ky fenomen që na mori frymën, mas e merr fund njëherë për gjithmonë. Ju falenderit. Një shqetësim e vend. Tjetër? Pyetje tjetër? Këtu. Përshëndetje, jam Gzimoza. E dëgjoj me vëmendje fjalët e mira të zotit ministër dhe unë them që është bërë shumë lidhe me të problemin e arsit. Por ama unë isha një pyetje. Ose ishte më mirë që isa vese të shoqërisë tonë, siç është pilja e arsit dhe prostitucionit të egalizohen. O me thënë, në thënë që ne të harxojmë, i tho fonde, të të mos japim. Faleminderit Gësi. Po. Atëra fjalën e japim drejtorit të përgjithshëm për përgjigjen. Okej. Pyetje, sugjerime nga komuniteti? Atëra ky forum është për ju, doja shumë që të ishit më aktiv. Përshëndetje. Atëherë përshëndetje. Unë jam Iral Çepele. Doja të bëj një pyetje dhe sugjerim në lidhje me se krimi i rrugës, krimi organizuar, krimi ekonomik, ashashi, lojrat e fatit, siguria rrugore, këto janë folur disa herë. Shqetësimi që unë doja të ngrija ishte në lidhje me sigurinë ose krimi kibernetik, që po përflitet, më thënë, haset në gjitha vendet e zhvilluara, krimi në lidhje me sigurinë ushqimore, çfarë po hanë fëmijët tanë, e ardhmja, dhe mendoj dhe sugjeroj në lidhje me këto lojrat e fatit, duhet të merret më tepër masa, se këto janë një burim kriminaliteti, dihet. Dhe një pyetje tjetër kisha
ndoshta du t'investohet më tepër në logjistikë dhe mjete për policinë, se është një shprehje siç thot dhe populli thot lepri nuk kapet me qerre. Atëherë unë mendoj që duhet të bëhet më tepër në lidhje me logjistikën. Të përshtatemi standardeve atje ku duam të shkojmë dhe të rrisim dhe performancën e policisë, burimet njerëzore, në mënyrë që të rritet dhe siguria e publikut, të ndihet më i sigurt publiku. Kështu që mendoj duke pasur mjete më të fuqishme, mjete më dhe ato kanë atë syrin e vet. Domethënë me këto mjete që janë që u ble nga pararësit tuaj, nuk janë mjete të themi të kohës, si falenderit. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit qytetarët të Qarkut të Fierit që ju bashkuat iniciativës së Policisë së Shtetit për llogaridhënie. Unë jam drejtori i përgjithshëm i policisë. Bie shumë dakord me pyetjen e paraforcit në lidhje me problematikën që ka me transportin e udhëtarëve. Kjo problematik jo për të përjashtuar përgjegjësinë e Policisë së Shtetit, por vjen për disa vakume të cilat janë krijuar që është tek kodi rrugor, por edhe me iniciativën e marrë në lidhje me rilicencimin e transportit udhëtar dhe me disiplinimin e saj. Aktualisht Policia e Shtetit është duke punuar qoftë për sa i përket përmirësimit të kodit rrugor, për sa i përket normimit të pjesës së transportit rrugor, por njëkohësisht duke vlerësuar edhe iniciativën e Ministrisë së Transporteve për licencimin me qëllim disiplinimin e përhershëm dhe njëre mirë të këtij shërbimi për t'ju ofruar një shërbim sa më cilësor qytetarëve. Ndërkohë, ne me iniciativat që kemi marrë si Policia e Shtetit në lidhje me riformatimin e shërbimit policisë rrugore, jemi duke konkretizuar një strukturë të re të policisë rrugore, duke e grupuar në rang qarku me qëllim organizimin më fleksibël të këtij shërbimi dhe duke mos e lejuar shërbimin të qëndrojë në mënyrë statike ashtu siç jemi mësuar ta shikojmë deri më tani, por të mbulojmë gjithë akset rrugore dhe të gjendemi në ato momente ku qytetari ka nevojë me qëllim rritjen e sigurisë rrugore, njëkohësisht edhe për të parandaluar aksidente dhe ndëshkuar këto fenomene. Ndërsa për sa i përket pjesës tjetër në lidhje me infrastrukturën, unë do të përgjigjesha që Policia e Shtetit gjatë këtij viti ka përfshirë edhe Qarkun e Fierit për ta plotësuar me të gjithë infrastrukturën e re moderne, me mjete të cilat do të merren me leasing shumë shpejt dhe gjithë struktura e patrullës së përgjithshme do të jetë riformatuar me mjete me 0 kilometër. Faleminderit. Ka disa pyetje që kanë të bëjnë kryesisht me disa eksese ose disa vepra penale të veçanta. Pyetjet fokusohen ndër të tjera dhe tek çështjet që lidhen me krimin kibernetik. Është i drejtë shqetësimi, është një lloj vepre penale e cila prapur gjërësisht vitet e fundit, jo vetëm në Shqipëri, por në radhë parë shumë e zhvilluar në vendet e tjera, për arsye të zhvillimit teknologjik. Ne kemi pasur kapacitetet të kufizuara në këtë aspekt, por gjatë vitit kaluar dhe në vitin vazhdim, kemi shtuar së tepërmi kapacitetet, jemi duke programuar rekrutimin e kapaciteteve njerëzve të rinj në radhë të policisë shtetit me formim të posaçëm për të lloj veprash penale, si dhe kemi rritur asistencën e partnerëve ndërkombëtar të strukturave të specializuara në fushën e krimit kibernetik. Për sa i përket asaj çfarë u tha lidhur me sigurinë ushqimore, duhet ta them hapur. Ky është një problem për ne. Sepse nuk është vetëm shqetësim për çfarë ne ham, po
për atë se si rrisim fëmijët tanë. Gjithashtu më duhet të them dhe ta pranoj publikisht që ne në këtë aspekt nuk kemi qenë fort të impenjuar. E marrë shumë me luftën kundër krimit të organizuar, me kanabisin, me shumë çështje tjera, por kemi qenë të pavëmendshëm ose shumë pak të fokusuar në çështjet që lidhen me sigurinë ushqimore. Ky është një problem i ndjeshëm, e di shumë mirë për çdo njëri nga jush, sepse edhe unë jetoj në këtë vend, edhe unë i marr ushqimet në këtë vend, aty ku i marrin dhe komshitë e mi, dhe e di shumë mirë që ka jo pak probleme me cilësinë e tyre. Kjo është arsye që ne e kemi vënë fort theksin tek kjo çështje, kemi orientuar strukturat e krimit ekonomik dhe në përgjithësi strukturat përkatëse në policinë e shtetit, që t'jenë shumë më të fokusuara tek këto problematika. Kemi hapur disa çështje penale, i kemi referuar në prokurori, dhe unë shpresoj që të kemi rezultate konkrete, në mënyrë që furnizuesit e këtyre madrave, strukturat e tjera të ekzekutivit, strukturat e tjera shtetërore, që merren me inspektimet ndryshme në këtë fushë, të jenë akoma më shumë më përgjegjëse, në mënyrë që të përmirësojmë në ndjeshëm cilësinë e produkteve ushqimore në prodhim, në tregtim dhe në konsum. Por e ritheksoj, nëse ka një gjë që ne nuk ndihemi mirë para jush qytetarëve, është edhe kjo çështje. Dhe unë këtu jam, së bashku me drejtorin e përgjithshëm, që të angazhohemi para jush që në këtë aspekt do të ketë një vëmendje të shtuar të strukturave të policisë, por jam shumë i bindur, mbas disa thekseve që janë vënë her pas here në qeveri nga kryeministri, të njëjtën gjë do të bëjnë dhe strukturat, organet e tjera shtetërore përgjegjëse për këtë çështje. Bie dakord lidhur edhe me shqetësimin për lojrat e fatit. Në analizën 6 mujore që unë bëra si ministër së bashku me ekipin e zëvendës ministra drejtorin e përgjithshëm para pak ditësh, kjo ishte një nga çështjet që kryeministri nënvizoi një lloj streqje ose një lloj mungese vëmendje të strukturave të policisë në territor. Dhe unë jam sot këtu për t'ju thënë që kjo çështje do të marri një fokus të veçantë në javët dhe muajt në vijim. Tjerat do të ishin fjalë, le t'ja lëm punës konkrete në teren. Nuk e kapa shumë mirë atë shqetësimin që ngriti nxënësja në një shkollë këtu, perikli ekonomit, po jam i bindur që ka të bëj besoj me nevojën që ka për të pas një marrëdhënie shumë të mirë ndërmjet strukturave të policisë dhe strukturave shkollore. Ndoshta nuk është dhënë mundësia të merrni dieni për një projekt që ne kemi filluar në Tiranë. Kemi filluar një projekt pilot në 15 shkolla të kryeqytetit me oficerët e sigurisë në shkolla. Projekt i cili është një bashkëpunim midis Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Brendshme nën kujdesin e veçantë të kryeministrit dhe që ka marrë angazhimin e drejtorisë së policisë, strukturave të arsimore dhe akademisë së sigurisë. Sot në Tiranë funksionojnë në këto 15 shkolla 15 oficerë të sigurisë. Në shtator, kjo është një përvojë që do të shtrihet në të gjitha shkollat e vendit. Ne synojmë jo thjesht të vendosim një polic në territorin e shkollës, por të vendosim aty një njeri me dije të veçanta, me njohuri të veçanta, me komunikim të veçantë me strukturat e policisë, për të pas një urë lidhse ndërmjet shërbimeve policore
dhe autoriteteve të shkollës, dhe kur them autoritetet e shkollës, kam parasysh si drejtoritë arsimore, si drejtuesit e shkollës, ashtu dhe komunitetin e prindërve, për të trajtuar rastet të dhunës ndërmjet nxënësve, po në mënyrë të veçantë për t'i mbrojtur mjediset tona shkollore nga çdo ndikim i jashtëm dhe në mënyrë veçantë nga individ me prirje kriminale për të nxitur përfshirjen e të rinjve dhe të rejave në veprimtari kriminale apo për eksese të ndryshme që dëmtojnë shëndetin fizik dhe shëndetin mendor të tyre. Të jeni sigurt që ky projekt do të jetë një projekt që do të japi një marrëdhënie të re do të krijojë një marrëdhënie të re ndërmjet shkollës dhe policisë, por mbi të gjitha do të japi mundësi nxënësve, djemve dhe vajzave në të ciklit të mesëm që të mund të jetojnë në një mjedis shumë të qetë, shumë të sigurt në funksion të mirëritjes dhe edukimit të tyre. Ky është një shërbim i ri që qeveria përmes policisë shtetit dhe organeve të arsimit po i afron komunitetit të nxënësve dhe të prindërve në mënyrë që prindrit të jenë shumë të qetë për fëmijët e tyre në mjediset e shkollave. Nëse s'ka ndonjë pyetje tjetër, besoj se do më lejoni që t'ja jap fjalën kryeministrit që na ka nderuar në këtë forum. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe në radhë parë duhet përgëzoj ministrin dhe ekipin e tij për organizimin e këtyre forumeve të sigurisë me qytetarët dhe shpresoj dhe besoj që do të kthehen në institucione të ndërveprimit mes policisë shtetit dhe komuniteteve dhe pasi të kryhet faza e parë e prezantimeve të këtij formati në mënyrë sistematike, drejtori i policisë së Qarkut, së bashku me drejtuesët e tjerë, periodikisht do të dalë përpara komunitetit për të bërë transparencën e veprimtarisë policisë, për të ndarë shqetësimet me banorët dhe sigurisht për të dëgjuar me shumë vëmendje edhe shqetësimet e tyre dhe padyshim edhe kritikat e tyre për veprimtarinë e policisë së shtetit në një zonë apo në një zonë tjetër, sepse qëllimi themelor i këtij organizimi është krijimi i një lidhje të re mes policisë dhe komuniteteve, duke kaluar në një fazë tjetër që e kthen policinë nga një strukturë që është parë vetëm si një strukturë kontrolli në një strukturë që duhet shihet dhe strukturë shërbimi. Një strukturë shërbimi që do të thotë që jo thjesht reagon kur merr një alarm, por që është aty e pranishme gjatë gjithë kohës për të dëgjuar, për të kuptuar dhe për të vepruar së bashku me njerëzit, pasi siç doli edhe nga pyetjet këtu, roli i policisë është shumë më i gjerë se sa lufta me krimin dhe përballja me keqbërësit. Shkon shumë më përtej. Ne jemi ende në një fazë reformimi të policisë shtetit dhe ndryshimi të qasjes për të thelluar një proces të nisur qysh disa vite më parë që policia e shtetit të mos jetë indiferente përballë asnjë shfaqjeje që cënon në një mënyrë ose një tjetër bashkëtesën, sigurin dhe qetësinë e njerëzve. Që do të thotë shfaqje të dëmtimit të mjedisit, shfaqje të parishmërisë në
hyrjet pa leje në territor. Deri tek të gjitha ato shfaqje që u prekën edhe këtu, që shkojnë edhe në detaje të veçanta të marrëdhënieve të sigurisë marrëdhënie të ligjshmërisë në ndërveprimet e qytetarëve me shërbimet e ndryshme publike apo private, normalisht duhet jenë në sferën e interesit dhe të vëmendjes policisë shtetit. Por nga ana tjetër, besoj që njerëzit janë të vetëdijshëm për faktin që kjo kërkon një polici që ka nevojë të rritet në kapacitetin për të dëgjuar, për të kuptuar dhe për të reaguar në të gjitha nivelet. Që do thot nga nivelet më të larta deri tek punonjësi i policisë në komunitet. Dhe besoj që ju jeni të informuar edhe për procesin e nisur të vettingut në Policinë e Shtetit, që është një proces që përveç asaj që duket ose që thuhet, ka edhe një rëndësi të posaçme në forcimin e dinjitetit të çdo punonjësi policie dhe të çdo njeriu që shërben si pjesë e strukturave të policisë shtetit. Çfarë do të thotë? Do thotë që procesi nuk është vetëm një anshëm. Pra, rezultati i procesit nuk është vetëm sa punonjës policie do dalin jashtë sistemit për shkak se nuk justifikojnë pasurinë apo nuk justifikojnë me aftësitë e tyre detyrën që u zhdon etj etj, por edhe çfarë do të përfitojnë në pikpamje të dinjitetit të trupës ata që do ta kalojnë këtë sit të rëndësishme dhe sa më e frymëzuar, sa më e motivuar, sa më e energjizuar dhe e vetëdijshme për rolin e vet do të jetë policia e shtetit si e tërë në raport me gjithë këto nevoja dhe kërkesa që ka ndaj saj. Nga ana tjetër, ja i bindur që organizimi i këtyre forumeve do të rrisë jo vetëm mundësinë për të komunikuar dhe për drejt, po do të rrisë dhe rezultatet e policisë shtetit në disa aspekte që nga një herë neglizhohen, pasi sigurisht që fokusi kryesor është aty ku është edhe betejë më e rëndë me krimin organizuar apo me kriminalitetin e rëndë, po themi, që krijon ato veprat e rënda penale. Ja i bindur që rritja e rezultateve në aspektet e tjera do të ngushtoj, siç ndodh gjithmonë në këtë fushë, do të ngushtoj edhe territorin, hapësirën e veprimit të atyre që kryejnë krime më të rënda. Sepse në një territor ku askush nuk respekton rregullat e qarkullimit, ka natyrshëm shumë më tepër kriminalitet. Ka natyrshëm shumë më tepër palishmëri dhe ka natyrshëm një raport shumë negativ forcash mes krimit dhe shtetit. Ndërsa në një territor ku rregulli dhe respektimi i rregullit janë ligjësia e jetës përditshme, ndërkohë që shkelja e rregullit dhe shkelja e normave të bashkëjetesës janë përjashtimi nga rregulli, është shumë më e thjeshtë, edhe pse është gjithmonë e vështirë, por është shumë më e thjeshtë që fokusi tek shkelësit e ligjit dhe tek keqbërësit të jetë me shumë më tepër rezultat. Dhe sfundi, unë besoj që ky forum, ky format dhe zhvillimi i këtij formati dhe kthimi i këtij formati në një institucion tradicional të bashkëjetesës mes policisë së shtetit dhe komunitetit do të rrisë aftësinë komunikuese të gjithë punonjësve të policisë, që është një problem vete. Ne jemi të gjithë vetëdijshëm
që ne kemi një nivel shumë të ulët akoma të komunikimit të punojësit policisë me qytetarin. Rast tipik është komunikimi i punojësit policisë në rrugë me qytetarin. Aftësia për të thënë mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma, ju lutem, faleminderit e kështu me radhë. Pavarësisht se qytetari që është ndaluar në atë moment mund të ketë shkelur një rregull qarkullimi, mund të ketë qenë me shpejtësi, mund të jetë subjekti i testi alkooli e ku diun, mirësjellja dhe komunikimi janë të detyrueshme në çdo rast. Dhe dalja e policisë shtetit nga ajo kështjella e vet në terrenin e bashkëjetesës me komunitetet përmes këtij forumi ka një vlerë të shumëfisht dhe me siguri do të ketë një impakt të rëndësishëm edhe në këtë drejtim. Natyrisht nuk jemi duke shpikur asgjë. Policimi në komunitet është një filozofi e tërë e punës së strukturave policore në vendet e zhvilluara. Është një traditë e tërë, është një instrument i pa tjetërsueshëm dhe që nuk ka një alternativë. Këtu është ende në hapat e parë dhe këto aktivitete të para janë premtuese për faktin se ka interes për t'i ndjekur, por janë në embrion të një zhvillimi që do të shkojë duke u bërë gjithmonë e më i prekshëm nga qytetarët. Dhe ajo që tha ministri që shtrirja do të jetë kapilare deri tek njësia administrative është shumë e rëndësishme, sepse në fund ditës është shumë e rëndësishme që e gjithë trupa të jetë pjesë e këtij forumi. E gjithë trupa të jetë e përfshirë në këtë ndërveprim. Të jetë e vetëdijshme që në mënyrë sistematike do të dalë përpara njerëzve. Pra jo thjesht drejtori i përgjithshëm, drejtori i qarkut apo drejtori apo një shef komisariati, po edhe ajo zyra policore e zonës, edhe punojësi i policisë në komunitet. Dhe ky përshkallëzim deri në kapilar i këtij aktiviteti do të ketë një besoj unë një vlerë të shtuar për policinë dhe do të sjellë një rritje të cilësisë punës policisë në shërbim të njerëzve dhe në funksion të jetës së përbashkët. Edhe me falenderimin për gjithë të pranishmit që erdhën edhe nderuan, si thuash, ftesën e ministrisë dhe të policisë së qarkut. Dua ta mbyll fjalën time duke shprehur bindjen që rezultatet kuptim blota, me thënë drejtën, të policisë shtetit në këtë periudhë dhe jo vetëm në ato aspekte që janë lajmi ditës që kanë të bëjnë me përshkallëzimin e luftës kundër krimit të organizuar, po në aspektet të numrit të vrasjeve, që është më i ulti në gjithë trendin historik. Muaj shkurt dhe muaj mars ishin muaj me numrin më të ulët historik. Si dhe të krimeve tjera, të veprave tjera të rënda penale, tregon që jemi në rrugën e dur dhe jam i bindur që do të shkojmë aty ku kemi vendosur të shkojmë dhe ku kemi thënë se do shkojmë, të ndërtojmë brenda këtij mandati një polici shteti që të jetë në parametrat e mesatarës së policive të Bashkimit Evropian. Sepse kemi hapur negociatat, procesi i integrimit nuk do të jetë i shkurtër, antarësimi nuk do të vijë nesër, por ndërkohë strukturat tona shtetërore përmes këtij procesi duhet që
është apo s'është Shqipëria ende antare e Bashkimit Evropian, të jenë në nivelin e Bashkimit Evropian. Dhe policia e shtetit do të jetë njëra prej tyre. Shumë faleminderit. Ju falenderoj të gjithëve. Dinamika e pyetjeve e diskutimeve tregoi qartë si nisëm është e domosdoshme dhe do të vazhdoj akoma dhe më shumë. Faleminderit.